Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti daljen e tij të parë publike pas firmosjes së koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ku shpalosi pjesë të programit të tij elektoral. Me zotimin solem se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Po, zotëri, po s'ka gjë më. Do t'jetë asë një qëndartë me shtresë sa në Kosovë që e merë nga Durrësi dhe shetë 20% më lirë. Do jetë 7 lek. Kaq e ka me në të gjitha për llogaritjet. Mund t'jetë dhe më lirë, por unë po them 7 lek. Për biznesin, do jetë 6 lek, do jetë 3 herë më lirë. Pronar të përdjekurit, brenda mandatit parë do të marrin çdo dëmshpërblim, çdo rikthim, çdo kompensim që u takon. Ai premtoi se nëse rikthehet në pushtet, Shqipëria do transformohet në një superfuqi energjetike në rajon, duke përmendur gazifikimin si një nga projektet kryesore të koalicionit. Që është absolutisht ëndra më e bukur e ditës dhe jo e natës e çdo shqiptari, e çdo adhetari, e çdo njeriu punëtor, e çdo njeriu të lirë, e çdo njeriu me dite. Berisha në fjalën e tij në prezantimin e koalicionit Partisë Demokratike Shqipëria Madhështore u përgjigj sulmeve të kryeministrit Edi Rama. Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani sfundi i kanë ngel në gojë kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të se çmellet pas musteqeve tua burrë dhe